Shkolla muzikës Prenk Jakova në Gjakov ka hapur konkursin për regjistrimin e nxënësve në klasën e parë për vitin shkollor 2025-2026 në 6 programe arsimore. Të gjithë të interesuarit aplikimin mund ta bëjnë deri më 23 qershor, ndërsa aprovimin e pranues mbahet me 24 qershor. Atë arsim në çdo vit shkollor dhe për vitin e ri shkollor 2025-2026 dhe është hap konkursi, domethënë për pranimin e nxënësve në klasën e parë për vitin e ri shkollor. Konkursi është hapur dje, data 16, do të jetë i hapur deri të hënën tjetër, të hënën që po vjen, pra data 23, ku të gjithë prindërit interesuar duhet të vinë në shkollë, ku neve na duhen disa dhëna, sikur emri, mbiemri, ditëlindja e fëmijët, klasat e cilën e vjen në vitin e ri shkollor, domethënë 25-26, pra në cilën klasë fillore të përgjithshme, numri i kontaktit dhe të tjera shënime, të cilët ne duhet i kemi paraprakisht, dhe pastaj do të thotë provimi pranues mbahet me datën 24, ditën e martë, me fillim në ora 9:30, ku secili fëmijë domethënë duhet t'i nështrohet një testi paraprak, ku ne kërkojmë këndimin e një këngë mundësisht të karakterit për fëmijë të jetë, pra një këngë thjesht, intonimi i saktë dhe memoria ritmike. Po ashtu edhe interesimi është mjaft i kënaqshëm, tha drejtori Sada. Interesimi është shumë i madh, është interesimi më i madh në instrumentin pianos sa i kam parë listën, domethënë pak para se të vini ju, dhe në instrumentin e violinës, po unë du me i nxit shumë prindërit edhe me rekomandu që duhet të përzgjedhin dhe instrumente të tjera të cilat janë jashtëzakonisht të kërkuara në Kosovë, dhe pse jo në të ardhmen e afër mund të kenë këta fëmijë edhe si profesion të tyre, pra të vazhdojnë pastaj edhe shkollën e mesme të lartë dhe fakultetet respektive të cilat janë në Kosovë, në rajon dhe në vendet e Evropës. Drejtori Sada gjithashtu tha se do të ketë edhe konkurs të dytë apo të tretë që rëndom planifikohet të mbahet në muajin gusht dhe në javën e parë të shtatorit.